e kupton se ku do jetë orientimi i politikës së SBA në Shqipëri dhe cilat janë direktivat që kanë dhënë për institucionet ligjzbatuese. Unë do të sqaroj diçka me kolegun Qafoku. Unë kam qenë kryetari i grupit parlamentar. Ajo që theksoi sot kryeministri që anëtarët e komisionit nuk e kanë marrë fare atë fleshit, ata nuk e bëjnë me vetdijen e tyre, as nuk i komandon dot tavlat mballa. Ai është një qëndrim që mban kryeministri i vendit kryetari i partisë. Por ideja që s'po i marrim është gjithmonë që të fitojmë në kohë. Se dhe unë jam dakord, që se kam vajtur 16.000 faqe, pa një përmblese maksimumi 30-35 faqe, asnjëri nuk e ashtu. Dyta që duhet të theksoj prapë është që po të shikojmë qëndrimin e ndërkombëtarëve, FMN, Bankë Botërore, Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë të njëjtin shqetësim për atë të cilin e ka ngritur SPAK-un, për faktin se paraja kriminale kërkon pushtet politik. Tolerimi i saj është një kosto që pagohet diku. Kështu që ata janë shumë të fokusuar dhe rasti i paqes fiskale ishte një element kritik që do të pastrohej dhe para kriminale. Qartë. Arsita? Po, atëherë, mendoj që arsyeja pse kryeministri Rama ka bërë një lloj avokatie në një farë mënyrë për Akshin, dhe doja ta citoja këtë, është që faktikisht Akshi ka bërë një punë shumë të mirë sa i takon pjesës së digitalizimit dhe pjesës digitalizimit në qeverisje, akumulimit të dhënave dhe mënyrës se si është menaxhuar platforma e po ka qenë edhe para 2013-s kjo digitalizimi, se na dolën të dhënat e shqiptarëve sheshit. Pse kryeministri sot del dhe thotë që është bërë një punë kolosale këtu në këtë institucion dhe jemi akoma në fazën dhe jemi akoma në fazën Spunon Albania, të flasim për Albania 2.0, duhet kemi këtë të parë njerëzit. Po përpara kësaj, ka patur një evoluim dhe një proces shumë pozitiv sa i takon pjesës digitalizimit dhe kjo është arsyeja pse ai e mbron sot dhe del dhe thotë që ky nuk është një institucion që nuk ka funksionuar. Dhe jemi thot në fazën e hetimit dhe nga ana tjetër përdor dhe këtë pjesën e prezumimit të pafajësisë. Se njerëzit duan shërbimet e tyre. Po kjo është çështje drejtësisë. Duhet të them diçka edhe për këtë, se kam qenë konsulent. Çedon, po jo, në një farë mënyrë këtu çedon, pra këtu përpiqet që topin një farë mënyrë ta hedhë te organet e drejtësisë dhe thotë që këtu po çedon çështja e procesit hetimor, këtu nuk po çedon thot kryeministri dhe të gjithë ata që mbrojnë një farë mënyrë këtë çështje. Po kur dolën gjithë dhënat e shqiptarëve, ç'a fajësie kishte gjykata? Pra, ajo është tjetër gjë. Problemi, po themi retorika dhe mënyra se si e ka ndërtuar ai këtë. Për të bërë një reformë ka 3 element kryesor: kuadri ligjor, institucional dhe performanca. Tani, ne ja kemi thënë edhe hapur që është shumë mirë që të bëhet digitalizimi dhe të avancojë. Por kur erdhi një ekspert i huaj që takoi dhe zotin Ametaj, dhe kur pak të optimizëm pas shqiptarit tha shiko, tha, më duket se keni gabim këndvështrimin. Sepse për të bërë sportele e shkollaj, tha, po kush është suport nga pas për të dhënat. Dhe e dyta, si mund të ngrish një sistem digitalizimit të një vendi me 100 probleme, pa krijuar të parën sigurinë kibernetike. Siguria kibernetike filloi të investoj pas skandaleve. Kështu që e treta, ai detyrimi që kushdo do të përdorë i Albania. E dini ju sa pagojnë ata pensionistët për një dëftesë, për një vërtetim, për të bërë dokumentat pensionit? Pse mos të kishte për një grup moshe të lejoj, dhe pse të ngrihen në çdo bashki dhe në çdo njësi administrative zyra që shërbejnë atyre. Po këto janë anomali të fotokopje, këto janë pensionistë shkruajnë ball fotokopje verbale, një lloj ka facilituar dhënien e shërbimit. Patjetër. Retorika këtu është që është reduktuar korrupsioni nëpërmjet një sistemi në farë mënyrë të digitalizuar, sepse është reduktuar korrupsioni, zyra konkrete. Ore se po lexoja dosjen, kam lexuar dosjen 5D dhe ato bëheshin online, ato mbledhjet e KVO Komisioni i Vlerësimit të Ofertave bëheshin online, me që po flasin për korrupsion. Dhe përdorimin ose aksesin për të hyrë aty dhe për të bërë pjesë e mbledhjes nuk e kishte antari i KVO-s, po e kishte biznesmeni që kishte aplikuar në tender. Ku është lufta ndaj korrupsionit? Zonjë, keni klikuar në një faqe në Po këtë pra po them, është shkruar në dosje. Po pra te procesi tenderimit pra se për këtë e bën. Edhe rënditjen e ofertave është digitalizuar, të dalin aty. Do të instalojmë intelencën artificiale dhe do të instalojmë kompanitë e inteligjencës artificiale në
vendet që aderojnë drejt Bashkimit Evropian. Zonja ndaruar. Dhe pse një zyrtare lartë e BE-s, dhe këto e ngresi pyetje diskutimi, pse kjo vjen dhe thot ne do të instalojmë thot inteligjencë artificiale dhe ndërmarrje kur këto vendet e Ballkanit Kush është kjo zyrtare e BE-s? Ka shumë zyrtarë që vinë ka programe vetëm për e-government. Dhe zyrtarët e tjerë që kanë ardhur dhe kanë për Ballkanin Perëndimor do të instalojmë ndërmarrje. Unë nuk merrem me ata. Ata kanë këndvështrimet e tyre, kur është keq duhet të krijojnë një shpresë, kur ka avancuar shumë duhet të krijojnë një balancë. Po për shembull, ja vetëm një minutë. Po si ka mundësi të hap Rolandi faqen e kryeministrisë dhe të shikoj kush janë ministrat e qeverisë shqiptare. Dhe aty do gjesh në faqen zyrtare të qeverisë shqiptare do gjesh edhe ministrin Ndjella.